E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar një lajm që qarkullon për të gjitha rrjetet sociale për një ish të dashur të Brikenës, i cili ka dalur dhe ka folur duke lënë mesazh që unë nuk mundem më të hesht, unë duhet të flas, Brikena ka një lidhje jashtë. Është hamendësuar dhe është asocuar shumë që Brikena mund të ketë një partner jashtë, mund të ketë një të dashur jashtë, sepse nuk i jepte mundësinë që Mateo ta puthën, ta përkëdhelen dhe të qëndron afër saj. Por, nga hulumtimet e mia të cilat i kam bërë, rrjeti social në fakt ka vërshuar dhe ka patur komente të ndryshme duke e etiketuar Brikenën me fjalë nga më të ultat, që nga vajze për dal, përfituse, interesaxhie, vajzë që shkon nga lekët etj etj. Në kohën ku ne jetojmë, në vitin 2026, inteligjenca artificiale ka avancuar aq shumë sa që tashmë njerëzit mund të duken real në një gjë në të cilën nuk e kanë bërë, fatkeqësisht. Fotografia që po bën xhiro nëpër rrjetet sociale sikurse një djalë ka shkruajtur, është një fotografi e gjeneruar me inteligjencën artificiale, ku në fotografinë ai djali është jo, domethënë jo qenie, është i gjeneruar dhe kjo fotografia ka bërë xhiron duke shkuar edhe tek këto mosha që janë mbi 40 edhe që i besojnë këto video dhe që i besojnë këto fotografi. Do me thënë, postimi që është viral nuk është i vërtet që Brikena ka patur një lidhje të hapur jashtë dhe mundohet që ta mashtroj, ta manipuloj Mateon. Ajo është një postim i gjeneruar nga fansat ndoshta të ndonjë banori tjetër për ta ulur imazhin e Brikenës, për të ndikuar në vlerat e Brikenës, për të ndikuar në njeriun e Brikenës. E gjitha kjo gjë domethënë është bërë vetëm për ta dëmtuar atë dhe nuk është e vërtetë. Këtë e kanë domethënë e kanë faktuar dhe familjarët e Brikenës, duke postuar të gjitha mesazhet në fakt që u kanë shkuar, por e kanë faktuar dhe analizat që janë bërë rreth kësaj fotoje dhe ka dalur që domethënë është thjesht një diçka e gjeneruar për të dezinformuar publikun apo për të çorientuar publikun nga kjo përditshmëria e ndjesisë dhe emocioneve të Mateos dhe Brikenës. Doja t'ju sqaroj këtë gjë sepse ka patur shumë hamendësime dhe për këtë gjë dua të marr mendimin e të gjithë juve se si e shikoni ju Brikenën në shtëpi.